Këto janë pllakat e zirkonit dhe kjo është gjendje fillestare kur zirkoni vjen edhe do frezohet. Normalisht frezohet në këtë lloj makinerish dhe është i dobët. Mund të futet me dorë. Por në momentin që ne do shkojmë ta pjekim dhe e pjekim me temperatura më të larta se lava, arrin në temperatura e 1500 gradë, sepse ndryshon totalisht strukturën molekulare të vetën. Kjo është gjendja e 6 frontaleve të frezuar. Normalisht të thosh që janë të ndëjnë, po, është e vërtet, sepse zirkoni ka nevojë për 25% më të lartë volumin, sepse kur piqet ai të kurret dhe shkon në përmasat që ne duam. Do ta shikojmë pastaj se si do dali nga furra. Shikoni në përshkrim për të marrë më shumë informacion.